Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV për të sjellur këtë fotografi. Gjesti ka reaguar për herë të parë në grupin e tij, ka sjellur një foto për të treguar se si është, ndoshta edhe për të përshëndetur të gjithë fansat e tij në këtë val komentesh që po shkruan për të. Në një kohë kur jetët sociale janë kthyer në pasqyrë të shpirtit dhe emocioneve të artistëve, Gjesti ka zgjedhur t'i dhuroj ndjekësve të tij një copës nga përditshmëria që shpesh mbetet larg syrit të publikut. Ditën e sotme në llogarinë e tij zyrtare në Instagram, ai ka ndarë me ndjekësit një fotografi shumë domethënëse nga ambienti ku ai dhe grupi i tij menaxhojnë projektet, idetë dhe pasione që na dhurojnë përmes muzikës dhe punës së tyre. Në këtë fotografi Gjesti shfaqet ndryshe nga herët e tjera, i buzëqeshur, i qeshur, por njëkohësisht me një dritë lodhje në sy, si për të treguar se pas çdo suksesi qëndron një rrugtim i gjatë, plot përkushtim, net pa gjumë dhe sakrifisa që publiku rallëherë i shef. Por ajo që bie më shumë në sy është ndjesia e një lumturie të thellë, është ajo lloj qetësie që vjen kur je në vendin që do, me njerëzit që të kuptojnë dhe në rrugën që të shpije drejt ëndrave të tua. Interesante është edhe fakti se kjo fotografi është shkrepur pikërisht në të njëjtin vend ku pak ditë më parë Gjesti festoi ditëlindjen apo nxori foton e ditëlindjes. Për ata që ndjekin prej kohësh, ky detaj nuk është rastësor. Duket se ky ambient nuk është vetëm një zyrë apo një hapësirë pune, është një vend i mbushur me kujtime, emocione dhe suksese të ndara me ata që e duan dhe mbështesin pa kushte. Menjëherë pas postimit, komentet dhe pëlqimet shpërthyen në profilin e tij. Fansat nuk kursyen fjalët e dashurisë, mbështetjes dhe krenarisë për njeriu që nuk është vetëm artist, por edhe frymëzim për shumë të rinj. Ti je burim motivimi, shpirti yt dritë na fal çdo ditë, gjithmonë me ty në çdo hap. Ishin vetëm disa nga komentet që pushtuan seksionin e postimit. Dashuria që Gjesti merr nga publiku nuk është dëshmi se kur një njeri që jep zemër në çdo gjë që bën e kthen pas në shumë fish, është e kur ajo që jep është e vërtet, njerëzit e ndjejnë. Ata nuk dashurojnë vetëm këngëtarin, por njeriun pas dritave të skenës, pas kamerave dhe pas sukseseve. Ky postim i sotëm ishte shumë më shumë se sa një fotografi, ishte një përqafim virtual për çdo ndjekës, për çdo person që ka qenë aty në ditët e bukura dhe ato më sfiduese. Ishte një mesazh i heshtur por shumë i fuqishëm. Unë jam këtu, fal jush. Gjesti vazhdon të tregoj se fama nuk e ka ndryshuar, ai mbetet ai djali i thjesht me shpirt artisti dhe zemër të madhe, që e njeh mirë rëndësinë e lidhjes mes njerëzit që e duan pa interes. Fansat ndjekësit miqtë virtual që e kanë kthyer në një figurë të dashur në zemrat e mjerave shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Nëse ky është vetëm një nga momentet që ndan me publikun, mbetet për tu parë se çfarë emocionesh dhe projektesh të reja do të përgatit Gjesti. Por një gjë është e sigurt, ai është në rrugën e dur, jo vetëm artistikisht, por edhe njerëzisht. Përtej sukseseve që arrin çdo ditë në karrierë, ajo që e bën Gjestin të veçantë është aftësia për të komunikuar me publikun përmes natyrës së tij. Nuk ka filtra më tepër as poza të qëllimshme. Ka vetëm një shpirt që e jeton muzikën, jetën dhe lidhjen me njerëzit me ndershmëri të rrallë. Pikërisht kjo e bën aq të dashur. Ai është një prej nesh, një artist që nuk e ka harruar se nga ka ardhur dhe që gjithmonë falenderon Zotin dhe publikun në çdo hap përpara. Dikush do të thotë se një fotografi është vetëm një moment i shkëputur nga koha, por në rastin e Gjestit ajo fotografi është një histori e tërë, është rrëfim i heshtur i netëve pa gjumë, i diskutimeve pafund me ekipin e tij, i provave, i emocioneve të forta që kalojnë përpara se një projekt të shkojë në duart e publikut. Dhe ndoshta pikërisht aty qëndron forca e tij, në aftësinë për ta kthyer çdo lodhje në energji pozitive dhe çdo pengesë në motivim për të vazhduar. Nëse e sheh me kujdes fotografin, do vëresh se sytë e tij flasin, ata sy që janë të lodhur por të qetë, të mbushur me emocione por edhe me krenari, sepse kur diçka e ndërtuar me mund dhe dashuri merr përqafimin e publikut, ndjesia është e thellë se çdo çmim apo lavdërim. Gjesti nuk ka nevojë të flasë shumë, ai flet me veprimet e tij, me prezencën e tij, me përkushtimin që jep çdo detaj në punën që bën. Ndaj nuk është çudi që fansat u çmendën pas këtij postimi. Ishte një dritare ku secili mund të shihte shpirtin e tij. Ishte një kujtesë që pas çdo artisti që duam ka një njerëz që lodhet, mendon e sakrifikon për atë që versioni më i mirë i vetes dhe ndoshta për këtë arsye Gjesti nuk është thjesht më një artist, ai është simbol i përpjekjes, i ëndrave që bëhen realitet dhe i dashurisë që nuk shuhet asnjëherë. Fansat e din këtë dhe e duan
më shumë se çdo ditë që ai kalon. Gjesti sot na ka surprizuar të gjithëve me këtë fotografi.